Tani saktësisht jam të shtëpia e Sala dhe Hamit Jasharit, ku bashkë me neve është vajza e kësaj familje dhe ish deputetja e Kuvendit Kosovës Sala Jashari, e cila do të na flasë si po ndihet sot ditë feste 28 nëntori. Nderuar, përshëndetje dhe faleminderit që na pranoni. Përshëndetje dhe juve, faleminderit gjitha mediave që vazhdimisht jeni këtu bashkë me neve në ditë festash, duke e treguar edhe më shumë se çfarë rëndësie ka kjo festë për ne, e që më të vërtetë është një ndjenjë jashtëzakonshme që gjithmonë rikthehet fuqishëm edhe më fuqishëm, e sidomos me juve bashkë këtu dhe gjithë vizitorët që vinë ta vizitojnë Prekazën. Si po ndjeni sot, Sala, kur e dim që ju tashmë po merreni me shtetin, jeni po ashtu keni qenë deputete e Kuvendit Kosovës, tashmë nga afër shihni se si funksionon shteti i Kosovës, si po ndjeni? E shoh si një përgjegjësi shumë të madhe, e shoh që ka nevojë që të punohet shumë për vendin tonë, e sidomos me qenë se jemi pikërisht me datën e 28 nëntorit, vetë sa edhe kam publikuar një deklaratë timen që unë e shoh shumë të rëndësishme që në vitin ardhshëm 28 nëntorit të jetë po ashtu edhe datë zyrtare shtetërore e Kosovës, me qenë se zyrtarisht nuk është, edhe pse ne mbajmë ditë pushimi në institucionet tona, por duhet që të jetë datë zyrtare në atë formë që edhe të trashëgohet identiteti jon kombëtar edhe në mënyrën e duhur për brezat që po vinë. Kështu që shoh që ka shumë punë, po megjithatë besoj që asgjë nuk është e pamundur me dëshirë dhe vullnet mund t'i arrijmë. Ju keni qenë ndër gratë më të votuara në gjithë Kosovën. Në të ardhmen, mendoj që sërish do të kandidoni për deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në cilat pika do të fokusoheni më shumë për shtetin e Kosovës? Çka shihni që duhet të ndërmarrë më shumë për me funksionu që duhet? Veç prezenca ime në Parlamentin e Kosovës, me thënë të drejtën, i prezanton 3 dimensione të ndryshme. Është e kaluara, tashmja dhe ardhmja. E kaluara për shkak të trashëgimisë familjare edhe prej nga vi, më të vërtetë unë kam për obligim që të flas për lavdinë tonë kombëtare, për ushtrinë shlimtare të Kosovës, për cilët e kam një krenari të jashtëzakonshme, por e kam për obligim të flas për të tashmen, për rinin tonë, që vazhdimisht janë duke lënë Kosovën, edhe nuk janë duke parë perspektivë për të treguar potencialin e tyre në vendin tonë dhe mbi gjitha për të ardhmen, sepse nga profesioni unë jam mësimdhënëse, edhe gjithmonë e kam thënë që në Parlamentin e Kosovës fillimisht jam mësuese e pastaj jam deputete, për shkak që e vlerësoj shumë të rëndësishme faktin që neve na duhet që ta kemi prioritet arsimin dhe të punojmë edhe më shumë për trin tonë në atë formë që të shfrytëzojmë potencialin që ata e kanë, sepse unë besoj që Kosova ka me të vërtet njerëz që munden edhe shpresoj që në një të ardhme të shpejt të shoh se çfarë mund të arrijmë së bashku, nëse më të vërtet e duam edhe punojmë për Kosovën që ne dëshirojmë ta shohim. Sala, e di që sot është një ditë e ngarkuar për gjithë familjarët e familjes Jashari dhe s'do të marrë shumë kohë, por desha edhe një pyetje për fund. Është miratu një plan për kompleksin memorial Adem Jashari? A mendoni që është ka zvaritet, sa është e nevojshme që sa më shpejt të filloj implementimin ky plan dhe ndërmerret diçka kur e dim se gjendja e shtëpive është e mjerueshme, të themi dhe drejt shkatrimit? Besoj që kjo më së miri e tregon një thirrje që ne duhet të ruajmë trashëgimitë tona që i kemi në përgjithësi. Shumë vonë edhe shtëpia e Sala dhe Hamit Jasharit është vendosur me këto hekra që janë brenda saj që të ruhet për shkak të plumbave dhe vëshimeve të mëdha të plumbave që ka pasur. Kështu që është shumë e rëndësishme që të bëhet një diçka shumë më shpejt. Në përgjithësi projekti ka qenë një projekt i bukur për të parë, por unë e kam përmendur edhe më përpara që është dashur që të diskutohet me të gjithë banorët e fshatit në atë formë që të merret vendimi më i duhur dhe më i drejtë, por që i nevojitet Prekazit gjithsesi, për shkak që besoj është e rëndësishëm për gjithë turistët që vinë, që të shohin edhe më shumë edhe të prekin edhe më shumë të kaluarën e Kosovës, e që të jetë një prej shembujve që e tregon më së miri rezistencën e Kosovës për liri. Faleminderit shumë për kohën.
Arta, derisa flasim për shtëpit dhe gjendjen e tyre, vlen ta theksoj se qeveria në detyre Kosovës në qershor të vitit kaluar pati miratuar hartimin e planit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Atë botë kryeministri në detyrë deklaroi se master plani, i cili është në fazën e hartimit, synon ta shndroj kompleksin në një nga qendrat më të rëndësishme të kujtesës në botë. Si propozim, një gjë e tillë është bërë në gusht të vitit 2024 dhe tashmë shtëpit po rrezikojnë çdo ditë më shumë, sa më shumë që vonohet restaurimi dhe ruajtja e tyre, atëherë aq më shumë do t'i bëhet dëm. Vlen ta theksoj se jo vetëm qeveria e tanishme, qeveria në detyrë, çdo qeveri që vije ka një premtim të njëjtë dhe asnjëra nuk ka ndërmarrë ende hapa konkret. Në qendër, kur flasim sot për 28 nëntorin, është një atmosferë festive, ka shumë qytetarë cilët janë mbledhur dhe po pritet të filloj maratona tashmë. Qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës dhe nga jashtë kanë ardhur që në shenjë simbolike të kontribuojnë dhe të marrin pjesë në këtë maraton, e cila pritet të fillojë vetëse ka filluar tashmë në ora 9. Në vazhdim do të ketë homazhe institucionale këtu te kompleksi memorial Adem Jashari dhe festa. Pra, vetë se ka filluar, në vazhdim po ju lëmë pamjet kamermanit ton, do vazhdojmë të jemi edhe në qendër atje të shtëpia e familjes Jashari dhe varezat e dëshmorëve dhe varezat e komandantit legjendar Adem Jashari. Po, Alinda, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për gjitha këto informacione që i solle tek shikuesit tonë, por edhe tek të pranishmit dhe me këto pamje ku ka më mirë se me fillu performancëve të tash.